Edhe te 11 majit, fushata e parakohshme e kandidatët Bashkimi Medi Rama dhe braktisa përfundimtare e PD-s, sa e vështirë është të kërkosh vota për mandatin e katërt me një faturë shumë të mbajme me kurriz. Çfarë mendon në kampi socialist, gara në listat e hapura, të qenë në listë të hapur në Tiranë përballë njeriut që kontribuoi për ta futur në burg Ilir Meta, opozita si kundërshtare me Berishën, ardhi Lacivita dhe të rinj si alternativa të shtuara për shqiptarët më 11 maj. Çfarë dje i për arrestimet e 11 kandidatëve nga SPAK, paraziteve dhe akuza e fortë se Shkëlzem Berisha po kërkon vota nga bota e krimit me premtime lirie dhe benefitesh nëse hati rrimer pushtetin pas 11 majit. Alit Valteri është një ndër kandidatët potencial të Partisë Socialiste, cilët futen në garë në 11 maj në listë të hapur, i besuar nga kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama. Ndërsa më parë ai ka patur dhe betejë të forta me drejtsinë, duke patur kallëzime të njëpasnjëshme sa i takon oponentëve kryesor të opozitës, madje më kryesori Ilir Meta, që tani më ndodhet brenda qelisë së burgut.